Shërbimi veterinar i qarkut të Shkodrës ka vënë në karantinë një fermë të imta, 18 krerë dhi në fshatin Dome, njësi administrative Posri, pasi ka dyshime për një sëmundje të mundshme. Shqetësimi është paraqitur nga vetë fermeri pasi 2 prej dhive kanë ngordhur. Inspektori i shërbimit veterinar Muhamet Bisha sqaroi. Konstatume që tek dhit ka shfaqje të kroseve në buzë, në pjesën e gojës edhe në gjinjë. Të paktën 2 ose 3 krenë janë të prekur në mënyrë kështu të shfaqur, edhe nisur nga ana profesionale e jona të pa qartë, sepse vetë fermeri ka bë blemje në vende që janë të pa autorizuara dhe të pa kontrolluara. Morë me mostrat e gjakut dhe morë me mostrat e krosteve të gjinit edhe të gojës. Edhe do të dërgohen në mënyrë urgjente, mbrëmja ditës sotme do të dërgohen në ISUF, në Institutin e Referencës Veterinare në Tiranë. Përkohësisht vendoset në karantinë. Dami kryesor i kësaj është më tepër tek ngurshmëria te kafshët e imta. Ngurshmëria shkon diku te 20, 25, 30 maksimale %, dhe dëmton pjesën tjetër të tufës. Zamir Milani, fermeri i tufës, thotë se kërkon nga specialistët të përcaktojnë qartë se çfarë sëmundje bëhet fjalë në këtë rast. Unë du prej ministrisë që me zbulu çfarë sëmundje kanë. I këtë dua zë tjetër. I lashin ata i blej, unë kam harxhu deri 400.000 lekë. Unë kam 6 milion lekë investim, që është diçka që unë kam desh, më pëlqen blegtoria, nga që është ai shprehja greke që thonë sa më shumë kesh bashkë me njerëzit, as më shumë i den baktit, edhe unë vallai është e vërtet kjo situatë. Edhe kam thënë po hap një biznes sa kemë infermier që në 2015. Jam me çdo gjë. Milani thot se i ka blerë dhit në tregun e hapur të baktive në Shkodër. Ai dyshon se 60% e fermerëve që mbarshtojnë të imta dhe që kanë pasur kontakte në zonën e Postribës, po përballen me shqetësime të ngjashme në tufat e tyre. Para 3 muajsh i ke ble. Po, e kam filluar me ble, kam ble 3 herësh, por aty nuk shikon asnjë dhiv të matrikulluar, pra domthon këta çka kërkojnë, pse thonë se nuk ket pa matrikulluar. Absolutisht jo, absolutisht jo. Janë dhitarna. Unë kam kontaktuar këtu në zonë, normal që kjo është një diskutim që është shumë i gjanë, nuk është se ka vetëm të dhit, ka të delet, edhe kanë frikë për me foli këtë periull nga që është puna e korbanit edhe thonë që mos të hapën panik nëpër njerëz. Papa me çam thonë 60% është bilenjani që ka harxhu drejtash minimin e lekë vetëm ilaçe, edhe nuk pëlqen rrugëzidhe i kanë sofja 5-6 i kanë sof, për shkap edhe gruposi. Mos i puna e eme, është. Ndërkohë, kjo fermë që nga data 3 qershor i nënshtrohet karantinës, që do thotë se ajo mbyllet dhe të imtat nuk lejohen të dalin jashtë këtij mjedisi, deri në marrjen e përgjigjes përfundimtare të analizave nga laboratori pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Veterinar në Tiranë.